أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاة وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Falënderimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Elusum Allahun azza wa jall që Allahu shikon zemrat tona dhe t'i pastroj ato prej ndytësirave dhe prej prishtësisë së gjunohave. Elusum Allahun azza wa jall që Allahu të na mundsoj që ta shfrytëzojmë këtë muaj ashtu siç don Allahu te baraka wa taala. S'ka dyshim se fen të cilën Allahu azza wa jall na dërgoi përmes Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam e dërgoi mbi parime, të cilat parime nuk ka mundësi të I lëkund askush, asnjë zullumçar apo asnjë I cili sado që të arrijë dituri apo të arrijë mençuri në dredhit apo menhexhet e prishura, s'ka mundësi që ta dëmtoj fejen e Allahut subhanahu wa taala, për shkak se Allahu është ai I cili e zbriti dhe e ngriti mbi këto parime. Dhe parimet e Allahut azza wa jall janë këtë dynjë dhe në ahiret. Dhe ajo e cila është e kësaj dynjaje do të përfundoj me ata kur përfundon robi. Çdo gjë që erdhi në këtë dynjë do të përfundoj. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë e kësaj dynjaje do të merr fund, kurse ajo e ahiretit, kurse Allahu subhanahu wa taala, fytyra Allahut azza wa jall do të mbetet. Do të mbetet Allahu azza wa jall dhe do të mbetet drejtësia, e cila drejtësi do ta gjykoj ata të cilën e vepruan robrit në këtë dynjë. Allahu azza wa jall e dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të gjykoj me drejtësi. Dhe kush prek në drejtësinë e Allahut, dhe drejtësinë e pejgamberit alaihi salam, duke dashur me ndryshu diçka, duke dashur me prek me deviju diçka, do të dëshmoj Allahu azza wa jall për atë person para se më marr shpirtin Allahu subhanahu wa taala. Sigur se erdhën në disa hadithe ku pejgamberi alayhis salam tha, nuk do të vdes asnjëri prej juve pa nxjerr Allahu azza wa jall në pa njerëzit ato që keni fshih në gjoksat e juve. Alus Allahu azza wa jall që ajo që kemi në gjoksat jetë për Allahun dhe tjetë e pastërt ya Rabbel Alamin. Nëse Allahu azza wa jall ka pa diçka në gjoksat tona e cila nuk është e pastërt, e cila nuk është e drejtë, e cila nuk është e mirë, elus Allahun azza wa jall që ti pastroj gjoksat tona ya Rabbel Alamin. Një ngjarje është transmetuar se ndodhi tek muslimanët në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njëri prej muslimanëve shkoi edhe bëri hajni tek një jehudi, tek koishia I vet I cili ishte jehudi. Muslimani shkoi me vjet dhe Jahudia o çu e diktoi edhe po shkon te muslimani tjetër që e kishte koishi, edhe po ankohet te muslimani I dytë tash, te koishia tjetër. Edhe po I thot se filani u kon te unë edhe ka vjedhë. Kurse ky hajni prej muslimanëve shkoi te ai muslimani që u anku ky Jahudia edhe I tha, mos dëshmo për mua, po thuaj se ai Jahudia tjetër ka vjedhë te ky. Çështja mriti te pejgamberi alayhis salam. Kur shkoi çështja te pejgamberit alayhis salam, po I thot Jahudia, o te I dërguar, ky prej juve, prej muslimanëve ka vjedhë te unë. Ai tha unë s'kam vjedhë. Pra ishin dy fjalë, që realisht ishin të barabarta. Njëri tha ka vjedhë, njëri tha s'kam vjedhë, nuk e pranonte. Aq më e rron u bë gjendja kur erdh muslimani I dytë edhe tha se unë jam dëshmitar se ky muslimani s'ka vjedhë te ky, po ka vjedhë filan Jahudia. Pejgamberi alayhis salam u bë gati me e gjykue çështjen edhe me marr fund nga tresa mosmarrveshja që ishte mes muslimanët dhe Jahudisë. Për pak sa nuk e gjykoi pejgamberi alayhis salam këtë rast, zbriti ajeti kuranor dhe tha Allahu azza wa jall duke ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shikoje drejtësinë, shikoje kush prek në drejtësinë e Allahut azza wa jall, kush prek në parimet e islamit, se wallahi sikur ti gjyku kështu do të ish mirë vesh, do të ish përhap se muslimanët janë zullumçar. Tha Allahu azza wa jall, inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq, o Muhammed,
na ta kena zbrit tyje librin, Kur'anin, me të vërtetën. I vërtet është ai, i drejt është ai, e tërë drejtësia është në të libër. Andaj, li yahkuma bayna an-nasi bima araka Allah, që të gjykosh në mesin e njerëzve me ata që ka të mësua Allahu, me ata të drejtën, me drejtësi, se Allah azza xal të ka mësuar ty më kanë drejt. Edhe librin ta kena zbrit ty me gjyku drejt, edhe njerëzit me syre me i gjyku drejt. Argumenti wala takun lil kha'inina khasima. Lil kha'inina khasima. Dhe ti për zullumçarët, për tradhtarët, për ata që erdhën te ti dhe të rrajtën, ata dy prej muslimanëve, që njëri për një merr rrajti, edhe ke hajn, tjetri për një merr rrajti, edhe dëshmoj kundër. Tha wala takun lil kha'inina khasima. E për ata tradhtarët kur mos u bën mbrojtës. E pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ata që kanë dy muslimanët të cilët gënyen para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A shikon? Edhe mes muslimanët dhe jahudijës, Allahu azza wa jall nuk anoi, nuk mbajti krah. As pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk mbajti krah kur erdh argumenti. Pse? Sepse është drejtësia, është parim i Allahut azza wa jall, të cilin parim e ka vendos Allahu tek robërit e tina, të cilin parim ja ka zbrit Allahu subhanahu wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin parim Allahu na ka obligu që na me ngrit mbi atë parim. Në këtë dynja, përderisa jemi në këtë dynja, mund me të ardhë çështje, mund me të ardhë diçka e cila ty të dokët se është e drejtë. Shikoje, vërtetoje gjendjen. Fillimisht vërtetoje gjendjen. Mos u ngut në gjykim. Po edhe nëse është e drejta kundër teje, pranoje. Pranoje të drejtën, për shkak se vallahi do të dëshmon Allahu azza wa jall se kush ishte i drejtë. A mendojnë ata njerëzit se ne nuk do ta dallojmë gënjeshtarin prej besnikut? Surën Ankebut tha Allah azza wa jall që Allahu do t'ju sprovojë Allahu në mesin e juve, që Allahu azza wa jall ta dalloj gënjeshtarin prej besnikut. Andaj Ramazani është ai i cili erdhi për zemrat tona. Nëse ke pa në zemrën tonë anueshmëri, nëse ke pa në zemrën tonë zullum, pa drejtësi, për i zatë Zotit, ti shfrytëzojmë këto qaste, se njëri prej muslimanëve, prej mbretërve, sultanëve të muslimanëve, e pa një peshkatar të zonë peshi, edhe i shkojnë gatë. Në ato momente e sprovoi Allah azza wa jall e furnizoi me një peshk të madh. Sultani tha, merr një peshkin. Ja morën peshkin. Me padrejtësi, se ishte rrezik i tina. Tha, ini tu më marr pasurinë edhe rrezikun e vladëve të mi, që s'kan ata, kur gjë tjetër s'kan në shtëpi, janë të e prit çet rrezik, shkap ju çajone. Kur gjë s'kan në shtëpi, hiç. Çata ini tu më marr. Keni frikë Allahun azza wa jall. Ata vendosen më ja marr. Ja morën peshkin. Mirë po, në çato momente, shikoni, ati kur që i bëhet zullum, ati ju bëhet zullum, se ju mor kafshata e gojës, e ti dhe e vladëve ti, e familjes tina, a i tha, o Allah, coptoja trupin, copa ati që e mor kafshatën, copat e kafshatës të vladëve të mi. Nuk shkoj kohë e shkurt, vetë se sultanit, që ati që urdhroj për mja marë peshkun, që ati të varfrit, që ati të mjerit, filloj me ju shfaq një smundje. Edhe i tha mjeki, do të më ta prej gishtin, e pastaj tha do të më ta prej shëblakën e dorës, e pastaj dorën, e pastaj dorën tjetër, e pastaj arriti ku ju këpotën komplet dy durt, komplet, deri në shpatulla. Edhe u nalën një herë dhe i than, o sultan, o ti mbret, mos rasisht i ke bo zullum dikujna. Mos rasisht i ke bo zullum dikujna, ju kujtue se ja ka marrë peshkin, edhe në çato momente ja ka një duan, që ka bo duaj. Tha, shkoni taj personi, lutne, që ta largon duan, ta tërhek duan. Se Allah azza jall do mja coptu e kejt komplet trupin copa. Wallahi billahi. Na nuk e dim se pa drejtësia jon ku prej këta Allahu subhanahu wa taala. Andaj,
Mundohën këtë dynja që t'jesh i drejtë. Mundohën këtë dynja që të ngritesh me drejtësi, të ngritesh me parime. Wallahi, edhe nëse këtë dynjaja qohën kundër teje, s'kan me mujt me të bo zullum ma shumë se sa që e ka leju Allahu Azza wa Jall me kanë sprov për ty. Kështu i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ati Abdullah ibn Abbas i tha: "Ja gulam, o ti djalosh, nëse krejt dynjaja qohën me të bo mirë, s'kan me mujt me të bo mirë, vetë se sa e ka caktuar Allahu. Po edhe nëse këtë dynjaja, edhe gjinta, gjithçka çka kanë ta, me u çu me u bë bashk, me të bo zullum, s'kan me mujt me të bo zullum, as me të bo dëm, vetë se sa e ka caktuar Allahu Azza wa Jall me kanë sprov për ty." Elos Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bëj drejt. Elos Allahun Azza wa Jall që të ngritemi mbi drejtësi, mbi parime të drejtësisë. Elusëm Allahun Azza wa Jall që Allahu mos na bëj prej zullumçarëve e të anojmë ka e padrejta, edhe nëse është kundër neve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.